Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush edhe një herë ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit. Nata e mbrëmshme ishte një natë e mbushur me plot emocion, me shumë surpriza, por edhe me shumë debate, por le të mos harojmë edhe me vendime shumë të vështira. Në një përzgjedhje shumë të rëndë vendosur kështu nga vllau i madh, duke ditur që vllau i madh bën gjithmonë surpriza dhe Big Brotheri është ky që banorët i vej në një zgjedhje të rëndë edhe për të treguar apo për të sfiduar veten e tyre, vllau i madh ka vënë në një zgjedhje mbrëm Laertin dhe Valbonën. Laerti dhe Valbona, dikur të përzgjedhur si një banor i vetëm nga Gjesti, nga sfida që pati Gjesti me valixhen e tundimeve, këtë herë Laerti ka preferuar që të shkon i vetëm në këtë lojë për të arritur qëllimin e tij, që Laerti ka një qëllim për të fituar çmimin e madh dhe për të blerë një apartament, ndërsa Valbona, duke bërë një matematikë të shpejtë në kokën e saj, në qoftë se mundeshte të rezistonte në nominimin kok më kok me Laertin, e kërkuar nga vllau i madh, në qoftë se do ta bënin ndarjen e tyre, Valbona ka dashur që të vazhdojnë në dyshe, ndërsa Laerti dëshironte që të nxjerrën në pa karakterin dhe vlerën e Valbonës. Valbona e keqkuptoi shumë këtë ngjarjen dhe e përjetoi shumë keq, menjëherë pas para se Prajmi të përfundonte, Valbona ndjehej e tradhëtuar nga Laerti, ajo ka kërkuar që të futet në dhomën e rrëfimit dhe të bisedon me produksionin, ndoshta ka kërkuar që të largohet me vetë dëshirën e saj nga loja, sepse e dije që në një nominim kok më kok me Laertin, Valbona do të ishte banorja që do të rrezikonte shumë në këtë sfidë edhe në këtë lojë. Pas të përfundimit të Prajmit, diskutimi ka qenë shumë i nxehtë mes Laertit edhe Gjestit, ku të dy kanë folur për lojën, për marrëdhënien, por edhe Gjesti duke e gjykuar Laertin në këtë radhë që Laerti po përdorën femrat. Laerti thot, nominimi sotëm ishte i papritur, nuk e prisja të isha kok më kok me Valbonën. Gjesti thot, kjo është lojë e paparashikueshme, por edhe ti nuk dole burr. Laerti thot, e vërtet, po më shqetëson fakti që disa këtu luajnë lojra të dy fishta, për shembull si puna jote. Gjesti thot, për kë e ke fjalën? Laerti thot, për ata që paraqiten si miq, por pas shpinë e thurin intriga. Gjesti, në këtë shtëpi besimi është luks. Laerti thot, por pa besim si mund të bashkëjetojmë? Gjesti thot, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të zgjuar. Laerti, kujdesi është i domosdoshëm, por edhe sinqeriteti. Gjesti thot, sinqeriteti shpesh keq kuptohet këtu brenda, ndërsa Laerti thot, ndoshta, por unë preferoj të jemi hapur. Gjesti thot, kjo është për t'u vlerësuar. Laerti i thot, faleminderit, shpresoj që të tjerët të ma kuptojnë këtë gjë. Gjesti thot, koha do t'rregoj. Laerti thot, e vërtet, por diskutimet u tensionuan shumë. Laerti thot, nuk mund të toleroj më hipokrizin. Gjesti thot, çfarë nënkupton? Laerti thot, disa këtu po luajnë me ndjenjen e të tjerëve. Gjesti thot, nëse ke diçka për të thënë, thuaj e hapur. Laerti thot, po e them, nuk më pëlqen mënyra se si disa sillen. Gjesti thot, kush konkretisht? Laerti thot, nuk dua të përmend emra. Dhe Gjesti vazhdon, atëherë mos bëj akuza të përgjithshme. Laerti thot, nuk janë akuza, janë fakte. Gjesti thot, fakte pa prova janë thashetheme. Laerti thot, ti e di mirë për kë po flas. Gjesti i thot, nuk jam i sigurt. Laerti ja pret, atëherë mos ndoshta duhet të hapësh syt. Gjesti i thot, mos më fol me atë ton. Laerti i thot, dua të flas si të dua unë. Gjesti i thot, respekto të tjerët, ndërsa Laerti i thot, respekti fitohet, nuk kërkohet, dhe Gjesti i thot, po e tepron. Më pas janë ngjarja ka t'i kaluar më shumë, ku Gjesti dhe Laerti po ofendohen me njëri tjetrin. Gjesti e quan përdorues, e quan burec, e quan gënjeshtar, e quan mashtrues, një mashkull që përdori një femër, dhe Laerti e quan Gjesti një mashkull që jeton në kurizin e gocave. Do të thënë, Gjesti nuk e quan të drejtë dhe nuk e quan normale që një banor kaq i rëndësishëm në Big Brother, siç është Laerti, të del në një përballje me Valbonën. Tani
ky nominim kokë më kokë ka të mirën dhe të keqen e saj. E para njëherë ky nominimi mund ta nxjerrë Laertin nga shtëpia, sepse fanstat e të gjithë banorëve, që në këtë rast edhe të Gjestit, mund të kundërvihen drejt Laertit, sepse Gjesti tashmë, duke e ditur që është një ndër lojtarët më të fortë të asaj shtëpie, po bën tifo për qëndrimin e Valbonës në shtëpi. Dhe nëpërmjet goditjeve që ka me Laertin, sepse kemi shumë pak ditë, domethënë do të votohet sot, nesër dhe të martën është prajmi, për goditjet që po i bën Laerti, Gjesti po mbron Valbonën, ndërsa Valbona e përjetoi shumë keq këtë ngjarjen, duke i thënë Laertit e more Laert, pas ke pritur që të dalësh me mua në nominim kokë më kokë. Domethënë tensionet mbrëm kanë qenë shumë të mëdha në shtëpi. Tashmë Valbona është automatikisht më e rrezikuara në këtë Big Brother dhe është 100% më e rrezikuara në këtë nominim kokë më kokë. Është një ndër nominimet më të forta dhe më të paparashikueshme që ka ndodhur në këtë shtëpi, por Gjesti mbrëm ja tha Laerti që ti je një mashkull që kur nuk ke një dashuri të sinqertë, ke një qëllimin tënd dhe nëpërmjet këtij qëllimi do të përfitosh në shpinën e gocave. Tani unë e kam thënë edhe në këtë videon që kam bërë më herët që Laerti i ka thënë Valbonës që vetëm ti mua mundesh të më çosh drejt finales, domethënë një marrëdhënie, një lidhje, një emocion, sepse banorët kanë krijuar këtë bindjen që në qoftë se ti ke një lidhje dashurie brenda kësaj shtëpie, kjo lidhja të ndihmon dhe të suporton. Dhe këtë gjë domethënë dëshironte të bën Laerti dhe në anën tjetër ishte Gjesti ai që ja tha mbrëm Valbonës për këtë gjë ne të kemi folë gjithmonë sepse Laerti nuk është i sinqert me ty. Do shohim si do shkon ngjarja, tashmë Gjesti dhe Laerti kanë një konflikt të hapur mes njëri tjetrit, do kisha dashur të marr mendimin tuaj për këtë përballje.